dhe vetë kryetari. Pyetje tani, jo. Po më tash të lutem se ta mbyll, jo po s'është etike. Po më ma heq mua domethënë se s'po e kuptoj. Po jo unë dita vetë ka mundësi fjalën. Po pra, dakor pra doja kaloj zoti Tjahi, po. Po. Nga ana opozitës. Ja, një minutë. Jo tuta, kanë fol dy njerëz rresh nga ana opozitës, nuk ka folë nga Maxherani. Dakor, po. Ja, një minutë. Ja, një minutë se jo, ngatrohet një gjë, domethënë që ngatrohet një gjë. Tani urdhër këtu nuk më jep kush, ta kam thënë edhe një herë tjetër. Po jo, s'm jep dot. Jemi në pozitë barabartë, edhe unë nuk pretendoj që t'jap urdhër, edhe një herë. Asnjë rregull nuk, po, edhe një herë, asnjë rregull. Po nuk është po tash nuk është etike që dhe një herë, nuk është etike që ndërhyn në fjalën time. Tani e tepruat. Po e tepruat pra. Po s'po bëj pyetje e bëra para shtrim tash edhe një herë tjetër. Edhe një herë. Mirë. Unë e kuptoj që fjala pyetje ju agjiton, se unë thash do bëja pyetje, po s'do bëj pyetje, se nuk e gjua deri në fund. Po pra, po atëherë ta përfundoj unë. Edhe një herë. Po fjalia edhe një herë. Ja, Klos, prit një minutë, se edhe unë s'mund ta jap fjalën se po ma ndërpret mu bashkëkryetari dhe unë po bindem. Dhe një herë tjetër, jo, po s'bët kjo sfidë në këtë lloj forme, se jemi edhe live. Unë s'pranoj dhe sfida tjera, jo të pranoj një sfidë kaq vogël në komision, pas mund pranoj sfida tilla në komision. Dhe një herë tjetër, nuk po marr setin e pyetjeve, sepse e bëra marrëveshjen me veten time që do i le kolegëve qoftë nga maxhoranca dhe opozita, por parashtrimin tim nuk duat ma ndërpres askush. Asnjë deputeti s'mund t'ja ndërpresim dhe ne, jo më të ndërhyjmë ne në punën tonë si bashkëdrejtues. Këtu stop orkestra është i fjalë urt popullore. Tani jepeni fjalën tash se po e bën si sfidë. Po tash mos e bëjmë tani edhe një herë, domethënë se unë e kuptoj shumë mirë, je live edhe je para saj që unë duhet jap fjalën dhe do jap fjalën se po e marr unë mikrofonin. Dhe po ta mbaroj fjalën se tash jepni fjalën, thjesht kaq. Po mos e bëj si kalamamër burr ta mbaroj tash ç'është kjo historia. Po ç'është kjo ndërhyrje, unë se kuptoj. Ore, keni në 2 orë. Jo, jepe, po. Fjalën një personit maxhorancës, tash. Po dakord. Po ta mbaroj unë. Nisi pikë. Edhe një herë tjetër. Nëse nuk kuptoni pyetjen nga pohimi është çështje e konceptit gjuhësor. Dhe po, atëre jemi në momentin dhe fazën që po japim një shfaqje shumë të bukur si komision, që as unë se dëshiroj, as kolegët e mi, as njëri nuk e dëshiron. Por me nervat qeta, sepse ky komision sfidë ka edhe durimin, fakt se është komision që zgjat shumë. Jemi në situatën që zoti Mziu ka bërë pyetje për gjithë kryetarët e bashkive. Dhe e di shumë mirë që jemi në kufizim kohe. Është shumë e vështirë me 5 kryetarë bashkish menaxhosh një dëgjes 2 orë kur ke dhe dëshirë nga deputetët për të folë. Kemi logjikshëm. Kështu që është dhënë vetëm një përgjigje nga zonja Memaj dhe të vijojnë dhe të tjerët në përgjigjet e tyre, se kemi ardhur të dëgjojmë kryetarët e bashkive. Parashtrimin e bërë se mora një Jo, po do marr patjetër, dëgjoj një sekond. Po patjetër, po merrem patjetër. Po tani, jo pra, bëre parashtrimin. More fjalën. Patjetër do e fus në xhep tani. Tani. Jo, autoritetin tim e tregon o zoti Boçi. Mos e marr patjetër dhe para, mos abuzoni